Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, takohemi edhe këtë të premte bashk, do të flasim mbi teknologjinë dhe kostot që sjell tek fëmijët. Një herë në një kohë, në fakt, televizori konsiderohej mik i paftuar, por tani më teknologjia dhe zhvillimet e vrullshme që ajo ka njohur janë bërë pjesë dhe kjo pashmangshmërisht dhe nuk mund të mohohet pjesë e përditshmërisë tonë. Megjithatë, ekspozimi i gjatë para ekranit të një telefoni celular, përpara kompjuterit apo përpara televizorit ka kosto dhe ka efekte negative veçanërisht tek fëmijët. Ne do ta shohim këtë në disa rrafshe. Për këtë pra do të diskutojmë dhe do ta shohim qoftë në këndvështrimin e një mjeku okulist, fizioterapist, por edhe në këndvështrimin e një psikologeje. Pa humbur kohë, dua t'ju prezantoj me të ftuarit e mi. Kam kënaqësinë që të kem në studio mjeken Nora Burda, okuliste. Përshëndetje doktoresha, kënaqësi që të kam. Faleminderit. Po ashtu është bashkuar me ne për të folur mbi këtë temë edhe Kleton Kadillari, fizioterapist. Kleton, mirë se erdhe. Faleminderit. Kënaqësi që je me ne. Ndërsa do të na bashkohet në një komunikim të drejtë për drejtë edhe psikologja Sonila Jaubashi. Përshëndetje dashur dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje, mirë se u gjej. Në fakt, ky ekspansion dhe ky zhvillim teknologjik që është njohur dhe që secili nga ne në një formë apo në një tjetër do duhet që edhe ta kaloj, edhe të bëj ca kompromise, nuk bëjmë dot pa teknologjinë, është e pamundur, por megjithatë duhet jemi të moderuar, veçanërisht kur bëhet fjalë për të vejlit, për fëmijët tanë, në mënyrë që të dimë sensin e masës, nisur nga pasojat që mund të shkaktoj ekspozimi për një kohë të gjatë. Doktoresha, ne do të ndalemi edhe tek patologjitë më të zakonshme, tek fëmijët që ju hasni, por të mbetemi pak tek tema, pra te fakti se çfarë pasojash sjell te grup moshat nga 0 deri në 14 vjeç, dhe këtë e them jo pa qëllim, duke qenë se ka një program kombëtar depistimi për këto grup mosha, që mundësohet nga Ministria e Shëndetësisë. Por çfarë problematikash hasni, të cilat i lidhni drejt për së drejti me ekspozimin ndaj teknologjisë? Është e vërtet bëhet shumë mirë që e përmendet, sepse është një nismë shumë e mirë që ka marrë Ministria e Shëndetësisë 6 vjet më përpara, që të gjithë fëmijët e moshave parashkollore, duke filluar që 4-5 vjeç dhe 6 vjeç, të bëjnë një vizitë okulistike përpara se të regjistrohen në kopshte dhe në shkolla, sepse është e vërtet që prindit nuk është se i sjellin këta fëmijë për të bërë një vizitë okuliste, qoftë dhe për të parë si është gjendja e shëndetit të syve, për të parë nëse kanë probleme të refraksionit që janë më të shpeshta ose patologji që lidhen me moshën të linduar që ato nuk i kanë vënë re më përpara. Dhe rreth 90% e këtyre fëmijëve që regjistrohen në kopshte apo në shkolla janë të pranishëm, prezantohen dhe vinë dhe bëjnë atë vizitën e syve për herë të parë dhe ne ju rekomandojmë që ta bëjnë çdo vit, pavarësisht se kanë apo s'kan patologji okulare. Dhe një pjesë e mirë e tyre ka dhënë efekte ky sigurisht që ka dhënë program, efekt që përmendot që nuk e kanë pasur në mendsi, në kulturën e tyre që t'i sjellin fëmijët. Është një marrëveshje bërë midis Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Arsimit që mësuesit ose drejtoria e shkollës ose kopshteve nuk i pranon në shkollë, qoftë se këta nuk i çonin vizitën e okulistit të dokumentuar me shkresë zyrtare, me një konfirmim zyrtar të gjendjes së fëmijës, kështu që duan janë të detyruar në thonjza të vinë të bëjnë atë vizitën, e cila rezulton shumë efikase, sepse rreth 50% e rasteve të fëmijëve që ne shikojmë, duke filluar nga mosha 5 deri 6 vjeç, paraqesin probleme me refraksionin, domethënë me pamjen, për sa i përket miopisë, pamundësisë për të parë larg. Këtu shtojmë edhe problematikat që mund të kenë nga sëmundjet e bashkëlinduar që lindin me sëmundje katarakta, një bllokim i kanalëve të lotë që se din, një problematik që mund të jetë inflamacionet alergjike që janë sëmundje kronike dhe ato nuk e dini, neglizhojnë, njëherë infektohet fëmia, njëherë shpërshënjen klinike, njëherë në shprej, kalon është me sezone dhe prindit nuk është se ju kushtojnë shumë rëndësi. Dhe kur i sillin për vizitë ke neve, ne u bëjmë atë vizitën e përpamjen, domethënë, detektojmë dhe në një farë mënyrë problematikat që mund të ndodhen, ja u referojmë prindërve, ose në qoftë se ka problematika që janë më të thella që nuk i bëjmë dot ne, i çojmë për ekzaminim në qendrën terciare në QSOT. Një pjesë e mirë e këtyre fëmijëve, këto problemet me pamjen, domethënë refraksioni, themi ne, ose me nevojën për të mbajtur syze për larg, vjen si pasojë e ose kanë një farë
preferencë gjenetike, sepse është edhe e trashëguar gjenetikisht miopia, le Dhe të themi. domosdoshmërisht Po jo domosdoshmërisht lidhet me ekspozimin. Çfarë patologjish, të paktën kur flasim për shikimin, çfarë lidhet me pjesën e ekspozimit ndaj Po, teknologjisë? këtu do ndalesha. Ju e dini që keni parë vetë, nuk është nevojë t'ja u them, unë gjithë fëmijët e vegjël ti shikon 5 muaj, 6 muaj me telefon ke dora, me tablet ke dora, që nuk është shumë normale që ta bëjnë këtë punë, po prindrit ja u japin, kështu që s'ke se si t'ju thuash, ne bëjmë atë punën tonë që shikoni se fëmijët janë të vegjël, nuk lejohen deri në moshën 0 deri 2 vjeç, absolutisht jo që të kenë kontakt me flat screenat, me telefona, me tableta, me iPhone, me gjitha këto. Dhe mbas mosës 2 vjeç mund të rekomandohet. Fëmijët prindrit në fakt priren dhe kërkojnë që fëmijët mos ketë kontakt as me televizorin. Pra në grup mosha që janë... Televizori është një distancë rreth 2 metra dhe nuk është se i bezdis shumë. Ideja është për pjesën e problematikave që mund të shfaqen tek fëmijët. Indukton miopi. Miopia është numri minus. Një ekspozim shumë i gjatë, gjithkohon, shumë se 2 orë, është vërtetuar shkencërisht, është publikuar nga Akademia Amerikane e Okulistikës, në qoftë se një fyrirje më shumë se 2 orë këtu në telefon, dhe bërni loja, luana, shikon diçka në YouTube, ku diun lorat e veta që bëjnë. 20% e tyre shfaqen probleme me miopin, sepse syri i ri i fiksuar për një kohë të gjatë në një pozicion të saktuar, jep diskomfort okulari, jep sindrom të syrit të thatë, sepse këto telefonat dhe pajisjet elektronike kanë të gjitha një blue light, e cila emetohet direkt në sipërfaqen okulare dhe shumë toksike për sipërfaqen okulare dhe tharje të sipërfaqes okulare, dhe duke mbajtur syrin të fiksuar për 2 orë në një vend, syri lodhet, nuk është mundësia që të relaksohen muskujt ekstraokular edhe të syri të shikoj të bëj funksionin e tij, që është pamja për afër, pamja në një distancë 50 cm larg që është përpisi dhe pamja për larg të cilën e përdorim në përditshmëri. Fëmia 2 orë, 4 orë, 5 orë në telefon, rafshin kohër të 12 orë, se unë të them që ajri gjithkohon në telefon, se them atë, është parë vërtetuar që shërben si trigger, faktor shpërthyes për një miopi dhe ne prandaj i kontrollojmë këta fëmijë dhe ju themi gjithmonë prindërve të lutem fëmijët jo në telefon, po nga një herë dhe prindrit janë sensibilizuar edhe ata shumë, sepse na kërkojnë, ja thonë doktoresha të lutem, mund t'i thuash çunit ose gocës sa duhet të shndrojnë në telefon, sepse ne bëjmë luftë në shtëpi për të shmangur këtë mbajtjen e telefonit edhe... Po, janë ndërgjëzuar, dhe ju themi ne, po mirë juve nuk ju dëgjon fëmija jo, po shmë mirë t'ja u thoni juve, se juve ju dëgjon më shumë, dhe ju rekomandojmë kalamajve që mos të rinë shumë në telefon, fëmijet mbash moshës 4-5 vjeç mund të rinë 10 minuta, pasaj të tjerë në bazë moshës 6 vjeç mund të rinë rreth 2 orë, po me mund të të shkëputura. Do na i thoni, po ndalemi pak të këto efektet gjithmonë negative dhe fakti që ne ndalemi duke i thënë, sepse nuk është hera parë, që ne trajtojmë i sjellim në vëmendje, por le të shërbejë ndoshta edhe si një lloj ndërgjegjësimi, pikërisht për të arritur ndërgjegjësimi fillimisht të prindërve, që edhe në pamundësinë, sepse fëmijët janë të vegjël, nuk janë në gjendje të zgjidhin vetë, nuk janë person të rritur që ti i thua diçka dhe ai mban përgjegjësi. Përgjegjësia është totalisht 100% e prindërve, nuk është e fëmijëve. Sepse fëmija mund t'ia kërkojë mamit, babit, gjyshes, nënën telefonit, po është ai i cili përcaktojnë të tjo të lutem, sepse ti do bësh një aktivitet jashtë, do luash futboll, do luash me shoqe, do vizatosh, do lexosh, hajde të mësojmë mami si të gatuajmë, hajde të këndojmë bashku, diçka që është e shëndetshme. Është e shëndetshme për aktivitetin e vetë, kupton, dhe për zhvillimin psikomotor të fëmijës, sepse zonja psikologja do t'ja u thotë që këta fëmijë bëhen shumë self-centered, si ta them, shumë të mbyllur në vetë, sepse janë mësuar që flasin tër ditën me këtë telefonin dhe janë të paaftë që të komunikojnë edhe me shokët e tjerë të bashkëpunojnë me grupë, sepse duan këtë përgjigjen e shkurtër, shortcutin që telefoni këtyre ju këto merren me telefonin dhe telefoni si kundërshton asnjëherë, është edhe pjesa tjetër që këto fëmijë që rinë të rritën telefon ka një padurim të papar, në qoftë se ti vetë lexoj një libër. Unë mendoj që tani nëse në fillim lidhet me pamjen. Qoftë se ti jep të lexoj një faqe libri,
nuk ta mbaron faqen e librit ai. Është i paduruar. Ka një farë shprehje kompulsiviteti dhe nuk ka durim. Nuk ka durimin për të shkuar deri në fund. Sonila, duke qenë se ne u ndalëm tek një aspekt i dëmeve që mund të shkaktojë ekspozimi përpara këtyre pajisjeve teknologjike. Megjithatë nuk është e vetmja, duke qenë se pasojat janë zinxhir dhe janë pasoja që nuk janë vetëm pasoja të tipit probleme me shikimin, probleme me qëndrimin, pra me shtyllën kurrizore etj, po janë pasoja që shkojnë edhe përtej kësaj. Pra në aspektin psikologjik ndikon një ekspozim i gjatë. Edhe tani më e di çfarë ndodh, sepse ndoshta në fazat e para kur teknologjia penetroi tek ne, hyri tek ne, ishte vështirë të kuptoje se çfarë efektesh po shkaktonte, sepse kurioziteti që kishim gjithë secili nga ne ishte prevalonte. Por tani më unë mendoj që gjithkush mund të kuptojë dhe vërtet mund të analizojmë të gjitha dëmet dhe pasojat që ka shkaktuar dhe ndoshta jemi në kohë për të rikuperuar dhe për të ndryshuar qasjen ndaj teknologjisë apo në rastin më të mirë për të marrë prej saj anët pozitive, sepse edhe mund të shfrytëzohet pozitivisht nëse menaxhohet siç duhet. Ada, faleminderit juve që jepni këtë hapësirën tuaj televizive, situata, për të folur për situata kaq të rëndësishme sa është varësia ndaj internetit, që është një problematikë shumë e madhe. Mungesa e ndërveprimit social që fëmijët dhe të rinjt kanë sot. Kemi një problem shumë të madh tek fëmijët e vegjël që kanë vonesë në të folur, kjo në mënyrë të shtuar në kohë, pasi ekspozohen shumë herët ndaj teknologjisë, telefonave, tabletave e tjerë, dhe kjo mungesa ndërveprimit social me moshatarët edhe të rriturit dhe komunikimi vetëm është ai me telefonin, ka bërë që shumë fëmijë sot të kenë vonesa në të folur. Kjo në praktikën time të punës shihet edhe tek të rinjt adoleshentët, të cilët kanë një rreth shumë të ngushtë miqësor ose kanë një miqësi të munguar, pasi kontakti i tyre i vetëm është me shoqërinë të njohur ose të panjohur që kanë në rrjetet sociale. Problemi më i shtuar që më vjen të komunikuar nga prindërit të ndryshëm, si në rrjetet e mia sociale, por edhe në studion time psikologjike, është fakti që nuk kemi më komunikim me fëmijët tanë, na qëndrojnë larg, nëse të kërkojmë të bëjmë një aktivitet së bashku, na refuzojnë, kanë atë që tha doktoresha, mungesën e jashtëzakonshme të durimit, kanë pa durim për t'i pasur gjërat, qofshin këto materiale, qofshin këto emocionale, ose thjesht dhe i refuzojnë. Shpërqendrimi me orë të gjata në telefon në orë të mësimit, megjithëse në shkolla është ndaluar telefoni, gjejnë truket jashtëzakonshme, marrin telefon, dorëzojnë një dhe mbajnë një tjetër, ose i shehin dhe i mbajnë përgjatorëve të mësimit, nuk janë fare të përqendruar në orën e mësimit. Një problem tjetër është edhe pamjet që ato shikojnë, që mund të jenë pamje të pahishme ose porno, të cilat çështje tjetër. Kjo është një çështje problematikë shumë e madhe kjo, Ada, tek të rinjt sot. Një gjë tjetër që mua më e bëre në punën time të përditshme me të rinjt është mungesa e mendimit kritik. Sot të rinjt nuk kanë një mendim të tyre kritik, nuk të ndalen të analizojnë, nuk ndalen të volumtojnë, nuk e kanë kënaqësinë e të marrin një problem nga aja ta çojnë në zh. E kanë shumë të thjeshtë të chatojnë me ChatGPT, të marrin ato dhëna të gatshme, të mashtrojnë akademikisht. Ja do ta them mund tani, Sonila do ta them mund tani që Bela. Po jo, shiko çfarë ndodh. Imbir është 7 vjeç edhe kishte dëgjuar për ChatGPT-n. Nga komunikimet që unë dhe bashkëshorti bënim në shtëpi mbi këtë edhe rolin që luante, që shpesh edhe duke e paraqitur si diçka që është interesante. Inovative. Po, është një gjë që të ndihmon etj. Aty mund të marrin përgjigje për pikpyetje, megjithatë duhet verifikuar informacioni, edhe në një moment kur ne ishim duke bërë detyrat në fundjavë, kishim një lloj paqartësie mbi një ushtrim i cili ishte
aty, edhe në një moment i them, më lër ta lexoj 2 herë që ta kuptoj ushtrimin, dhe më thot, s'ka problem, thot, hap ChatGPT-n se të jep e merr atje përgjigjen. Është ideja është... Shikoj këtë në mënyrë të përditshme, ne jemi prindër, edhe shikojmë të vështirësinë e madhe dhe këtë qasjen e gabuar që kanë të Imagjino, Sonila e ka sfidë sepse ka 2 gjenerata të ndryshme. Po, unë i kam 2 gjenerata të ndryshme dhe komplet të ndryshme. Megjithatë edhe i madhi ka një mendim kritik sepse është rritur edhe me libra, edhe me dëshirën për të holumtuar. Për këtë të vogël nata nuk di të them se si do shkoj, po do përpiqemi shumë të mos kemi këtë qasje ndaj teknologjisë. Një tjetër problem na vjen në fakt është ajo e shëndetit mendor. Ankthi dhe pasiguria që shfaqen të rinjt në kohën që kanë rrjete sociale. Holumtimi i vazhdueshëm edhe për shkak të punës, në fakt e kam parë që të rinjt të cilët kanë rrjete sociale apo 2 apo më shumë rrjete sociale kanë një ankth të shtuar në përditshmëri, që mund të jetë ankthi performancës, mund të jetë një vetvlerësimi i ulët, qoftë aspektit fizik, po dhe të aspektit emocional, gjë që ndikon krejkëput në zhvillimin apo në çeljen e një ankthi edhe më të lartë gjatë kalimit të ndalemi viteve. sepse ne, pra ju përmendët ato pasoja, le themi, që mund vjen në re, ato që mund shkaktoj teknologjia tek ta të rinj, tek këto grup mosha, por këto mund t'jenë, le themi, pasoja në afat shkurtër, por do të përpiqemi të kuptojmë edhe çfarë sjell, për shembull, padurimi, ndjesia e padurimit, shpërqendrimi, mungesa e komunikimit. Çfarë na sjell në të ardhmen, pra për të qenë edhe të përgatitur mbi atë që do të na pret në një farë mënyre. Ne ta marrim te grup moshat e hershme 0-3 vjeç. Në momentin që fëmijët janë të ekspozuar në teknologji për një kohë të gjatë, ne na vinë në klinik fëmijë të cilët flasin anglisht. Fjalët e para i kanë anglisht. Sepse shohin gjatë kohës kukulla apo kartona në gjuhën anëtare. Kanë vështirësi të mëdha të ulen dhe të punojnë në një vizatim, në një lojë me puzzle-a. Më thënë, nuk po heqë pjesën e vështirësive të një çrregullimi të spektrit autik apo të një vështirësie në të zënë. Gjithashtu, problematikë tjetër është fakti që është shtuar së fundmi fëmijë që kanë çrregullime të vëmendjes dhe hiperaktivitetit, ADHD-ja është në masë. Kjo vjen sigurisht dhe një predispozicion gjenetik, por edhe nga ekspozimi i tepërt i teknologjisë, duke qenë se marrin gjithçka të gatshme aty, ato vitet e shkurtra që për mua janë një min me sahat, si nga ana emocionale dhe nga ana mendore, ato vitet e shkurtra 2-3 sekondë apo 5 sekondë që shfaqin kuklat, nuk e di. YouTube-i nuk duhet të lënë absolutisht fëmijëve në dorë, sidomos në këtë grup mosh. Do me thënë, gjatë gjithë jetës ti do merresh fëmijë do ta çosh në terapi, në terapi logopedike, në terapi zhvillimi, në gjatë gjithë kohës, le të themi rreth 2 apo 3 vjet, ti do jesh i impenjuar si nga ana e kohës tënde fizike, po dhe nga ana monetare që ti të shërbesh fëmijës. Që duket sikur në ato momente prindrit gjejnë një zgjidhje. Pra, në momentin që një prind i vendos përpara telefonin fëmijës, duket që gjen një zgjidhje momentale për ta qetësuar, ajo çfarë ndodh më pas është një fazë, le themi, që do kohë, do impenjim, si edhe ka kosto. Ka kosto emocionale, ka kosto psikologjike, ka ngarkesë familjare se doktore Shadi, ka dhe kosto financiare, jo të gjithë janë në gjendje të ndjekin fëmijën në psikoterapi. Ja t'i japim fjalën edhe Kletonit, në fakt se nuk ka folur, jemi pothuajse drejt përfundimit pjesës parë. Kleton, për pjesën e... Tani që dëgjoj mjekët, këto problemet fizike më duken si gjë më e vogël e mundshme. Përpara, por janë një problematik që nuk duhet injoruar dhe nuk duhet nënvlerësuar. Në rastin e problemeve fizike, cilat lidhen qoftë me zhvillimin muskular, skeletik, apo edhe me patologjitë e tjera që shfaqen, unë zakonisht preferoj t'i ndaj në 2 kategori. Problemet që na vijnë nga teknologjia. E para është çfarë na pengon të bëhet, pra na pengon që të zhvillohen muskujt, na pengon që të zhvillojmë posturë korrekte, na pengon që të
krijojmë një balancë muskulare, pra fëmijët që rrin para kompjuterit e kanë shumë të kollaj të rrëzohen, po themi nëse rrëshkasin diku, se sa një fëmijë që është mësuar duke lozur që ka balancë, fleksibilitet, elasticitetin, ekuilibrin shumë më të mirë se ky tjetri. Por këto janë elementë që të ndihmojnë shumë gjatë jetës në zhvillimin e artikulacioneve, në zhvillimin e aftësive motorike e tjerë. Është dhe grupi tjetër pastaj patologji të cilat nxiten nga përdorimi i teknologjisë. Të tilla mund të përmendim devijimet që kanë predispozitën për të ndodhur, siç është skolioza apo kifoza, sepse janë patologji që nuk vinë drejt për drejt nga postura e gabuar apo nga përdorimi i teknologjisë. Janë aty, do shfaqen një moment dhe teknologjia ose i amplifikon zhvillimin e këtyre, pra e bën që kjo të ndodhi më shpejt dhe me një agresivitet shumë më të madh, ose në qoftë se nuk do ndodhe, por ka një risk për të ndodhur, do ta nxjisë që të krijohet. Pra këto janë dy problemet kryesore që mendojmë që na vijnë nga teknologjia dhe që janë të faktuara dhe në shumë studime të realizuara dhe në mbar botën. Në çfarë grup moshash kryesisht, se flasim dhe Sonila përmendi edhe grup moshën nga 0 deri në 3 vjeç, por edhe ata të cilët janë në një moshë më të rritur, që do thotë 10-14 vjeç. Kjo është mosha e hershme për neve, 0 deri në 3 vjeç, i shohim pak më mbrapa problematikat. Dikur ne kemi bërë një studim para 7-8 vitesh në lidhje me devijimet e kolonës vertebrale dhe mosha më e hershme në të cilën e kemi hasur devijime ka qenë diku te 11 ose 12 vjeç. Atëherë është mosha që konsiderohet mosha më e hershme. Ka qenë në studimin e para 7 viteve. Dhe në studimin që kemi bërë para 2 vitesh, na është ulur mosha dhe po shohim edhe fëmijë 5-6 vjeç me devijime posturale, me skolioz, me kifoz, me supet përpara. Të gjitha këto vijnë si pasojë e qëndrimit shumë para kompjuterit dhe mungesës forcimit të muskulit. Ajo që vërej tek fëmijët tjetër është edhe fakti që ne nuk jemi të prirur të qëndrojmë pra fëmijët janë të shkujdesur, secili nga ne është i shkujdesur. Por së paku momentin e ngrënjes, pra e uljes në tryez, momentin e bërjes së detyrave, ne ishim më disiplinuar që të rrinim në tavolinë, të qëndronim drejt. Fëmijët e sotëm, edhe në momentin që do konsumojnë, janë në pozicione nga më të ndryshmet, edhe në momentin që do shohin televizor po ashtu, edhe në momentin që kam para telefonin, prap janë të shkujdesur, edhe një gjë që edhe ne ndoshta mund të jemi fajtor, sepse e lejojmë një gjë të tillë. Po sigurisht. Muskujt e fëmijëve janë si plastelin, sido që ti kthesh ashtu do qëndrojnë. Dhe nëse një fëmijë 7-8 vjeç rri shtrirë, po themi për gjithkohën me njërin krah, ai krah që është i mbështetur do kontraktohet më shumë se tjetri dhe rrjedhimisht do krijohen disbalanca muskulare, të cilat duke vazhduar kështu për vite të tëra, do vinë me problematika akoma më të mëdha. Dhe diçka tjetër që është shqetësuese për momentin, më përpara ne kemi pas dhimbje qafe ose dhimbje mesi, por në një moshë shumë të vonë. Pra nuk na vinte kurrë një fëmijë 10 vjeçar na për dhimbje qafe. Tani kemi fëmijë 10-12 vjeç që na vinë klinik me simptoma dhimbje qafe, dhimbje mesi, që supozohet që janë problematika e adultëve, e personave që janë aktiv, që punojnë, që rrinë shumë para kompjuterit. Dhe kjo është diçka që vjen besoj si pasojë e mungesës aktivitetit fizik, pra mos forcimi i muskujve të trungut apo muskujve abdominal, që më pas na vjen deri te dhimbja. Mirë, do ta vjojmë bisedën, do ta vjojmë edhe në pjesën e dytë për të ndalur pak te programet që janë ndërmarr, edhe më rëndësishmja se si mund ta menaxhojmë në mënyrë efikase teknologjinë, pra të bëjmë atë dallimin ku na dëmton dhe ku na shërben. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish në studio.